thash, ja, s'dua celebrim, du me të provu. U takuam një herë, pi një kafe dhe përfunduam së bashku. Fatkeqësisht tani që marr vesh, ne jemi kushëri. Së më thotë policia, qa burri je ti, kur dënon gruaja. Unë dhe ajo nuk kemi shansë, ndoshta ajo pranë po e gjësë, ndoshta do mu bashku me mu, po unë nuk dua të bashkohem me atë njeri. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Gjermani, është duke na pritur Fatjon Beci nga Rrësheni, një infermier i cili ka disa kohë që është vendosur në Gjermani, por ditën e sotme ai do trajtojë një problem shumë madhor, për sa i përket 3 fëmijëve të tij të mitur, pasi nuk ka kontakte. Është divorcuar me bashkëshorten, pas 4 viteve martesë, ata shkuan drejt divorcit dhe ai dyshon se nëna ju flet keq fëmijëve për babain dhe këta të fundit refuzojnë ta takojnë atë. Por çfarë ka ndodhur dhe pse Fatjon Beci nga Rrësheni ka qenë i dhunuar nga gruaja, ka denoncuar për dhunë gruan e tij, do të jetë ai për ta i treguar të gjithë historitë dhe padyshim që ditën e sotme ai do ketë dhe një mesazh, një apel për ish gruan. Fatjon, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt më ke telefonuar dhe ke kërkuar ndihmë se ke një problem me sa kuptova me ish partneren? Unë jam ndarë nga ish bashkëshortja ime, ka rreth 5 vjet dhe në fillim domethënë gjykata vendosi që fëmijët i qëndrojnë asaj, unë kam 3 fëmijë dhe unë paguaj një pension ushqimor 300.000 lekë të vjetra për të 3 fëmijët. Një problemi ishte këtu që duke qenë se ishte atëherë tërmeti, pastaj era pandemia, nuk kishte zyra në atë moment dhe edhe pse mori vendim formës prerë, u mbyllën këto gjëra, që mbyll bota dhe arrita, pastaj pas një farë kohe, arrita nëpërmjet shtetit që unë t'i takoja fëmijët, por pagova gjithë shumën që kisha. Domethënë arrita të paguaja rreth 3 milion lekë plus muajt dhe brenda vitit 2020 unë kam pagu 4 milion e ca lekë për 3 muaj. Për 3 muaj pagova të përpambetur dhe të... E qartë. Pagova detyrimin ushqimor që kishte vendosur gjykata. Po, e pagova detyrimin ushqimor. Dhe arrita t'i takoja fëmijët edhe pse ishin vegjël, ndihmën dhe me presion e policisë dhe shtetit, sepse nuk mi binte. Por pse? Ndalemi pak këtu, të lutem. Fatjon, kur ti ke qenë një baba i devotshëm, i rregullt me vendimin e gjykatës, ke paguar detyrimin, pse ish bashkëshortja jote ti pengonte fëmijët? Sepse ish bashkëshortja ime është problematike, ka qenë problematike dhe është akoma dhe sot problematike. Unë i kam thënë zonjës që se do të ta shpjegoj pastaj do të arrish ta kuptosh më mirë, por nuk e di, ajo ka një inat personal me mua dhe me familjen time. Edhe nuk domethënë nuk arri dhe unë ta kuptoj sepse s'mle me taku fëmijët. I takova fëmijët. Faji im ishte që unë duke qenë se fëmijët ishin vegjël dhe pranova që t'i takoja në qytetin, në fshatin ku ajo banonte. Ajo banon në fshat Mjerditës. Dhe duke qenë se ajo më tha që fëmijët janë të vegjël dhe kur vinë në qytetin e Rrëshenit i zën makina, më tha që t'i takoja në fshat. A unë si zemër gjërë që isha atëherë, thash hajt, po i takoj në fshat se s'më gjen gjë. Dhe i takova për ca kohë. U takua me ish bashkëshortën prap, më kontaktoj mas një farë kohe, mbasi i kisha futur unë parat, ku di unë se që më tha, jo banka i kishte fut 6 milion lekë, pa dashje, jo i kishte shpenzuar krejt, dhe më tha që t'lutem më ndihmo. I thash nuk paguja si lekë, më shumë se që kam paguar, thash se qa bën ti me lekë. Okej, gjej lekët, kthej lekët bankës, ku di unë. Edhe fituam të flisi me ish bashkëshortën. Por ish bashkëshortja ime nuk pranonte që të takonte që unë fëmijët e mi t'i merrja dhe t'i takonin prindërit e mi. Dhe për këtë arsye nuk kemi arritur dhe sot e kësaj dite që të merremi vesh. Kjo ka qenë çështja një ndër pikat që unë jam i pathyeshëm dhe ajo nuk dëshiron. I dashur Fatjon, në momentin që bashkëshortja nisi të lejonte të takoje fëmijët, edhe ajo të zbantonte vendimin e gjykatës, ti kishe të drejtë jo vetëm ti takoje, por edhe ti merrje për pushime në shtëpinë tënde. Po kishte diçka tjetër. Domethënë unë kam një orar, e shtuna para muajt nga ora 10 deri në orën 17:00. Po. Tani problemi atëherë ishin që fëmijët ishin të vegjël. Domethënë goca ishte, ç'a të them, ka qenë
Ja 5 vjeçë, ndërsa çunët ishin të vegjël fare dhe nuk më afroheshin. Po nuk kishte problem, unë doja në fillim thash të afrohem me fëmijët, misohem me fëmijët, të bëhet atashimi me mua dhe të kishin mundësi që t'i merja pastaj. Me kalimin e kohës, unë takohem me ish-bashkëshortën time, disa herë kam taku edhe në prani të punëtorëve social të Bashkisë Mjeditit, në zyrat e punëtorëve social në Rrëshën. Po. I kam taku, po me të thënë drejtën vetëm gjysore, një orë, a kupton, vetëm vetë. Tani, unë u takova me ish-bashkëshortën, e vendosëm sa do të merr na vesh për të taku për fëmijët, për të bashkuar për të hirën e fëmijëve. Dhe çfarë bën zonja? Ne, si dy të rritur, thamë të rregullim marrëdhënien tonë. Po. Më kërkoi firmën për dalë jashtë Republikës. I thashëm firmën nuk ta jap. Pra ajo kërkonte një prokuror që të dilte jashtë. Po, i thashëm prokuror nuk ta jap, sepse pavarësisht se më kërcënonte kështu, i kam gjitha me fakte me prova që më thoshe që unë i nxjerr dhe pa prokurën tënde, i thash po provoje ti, thash edhe e shikon pastaj, thash ai nxjerr as i nxjerr dot. Tani zonja pa që prokurën nga unë se merrte dot. Ne nejtëm bashk, u takuam pi një kafe dhe u futëm diku. Më kuptoni? Ndetëm diku me dëshirën e të dyve, i dërgova një person në familjen e saj, i dërgova i thash babës vet, unë me vajzën tënde jemi marrë vesh. Mos na pengoni për hatër të fëmijëve. Pyete vajzën tënde, i thash, pyete vajzën tënde, se a jemi takuar, si jemi takuar dhe jemi taku, kemi pi kafe dhe kemi një bashkë. I thash, mo. Pra, le të themi i dashur Fation, pasi ishi divorcuar, ligjërisht, ti fillove një marrëdhënie sërish me gruan tënde, marrëdhënie, le të themi, si një çift, marrëdhënie dhe intime me njëri tjetrin. Po, filluam folni një herë në ekran, do me thënë të flisim me kamera, dhe pastaj u takuam një herë, pi një kafe dhe përfunduam së bashku. Por, më fal, të bëj një pyetje, këtë gjë e bëre se ti vazhdoje ta doje nënën e fëmijëve të tu, apo për hir të fëmijëve kërkoje të mbaje këtë lloj raporti, se më duket pak e çuditshme. Jo, unë kisha dashuri për bashkëshortën time. Edhe sot unë e dua, por unë fatkeqësisht nuk mund bashkohem me të. Një arsye është që ajo nuk merremi vesh dot me njëri tjetrin, dhe s'kemi për të marrë vesh kurrë. Dhe ka disa arsye tjera që unë nuk t'i them dot, sepse nuk kam prova, se po t'kisha prova dhe ta kisha qu diku tjetër, por nuk kam prova. Dhe nuk dua që në media dhe kështu të dalin gjëra që unë nuk i fakti dot. Sido që ti jetë, ajo është e ndarë tashmë dhe ka jetën e saj, këtë gjë ti arrin ta kuptosh. Patjetër. Por ka diçka që, okay. Tani çfarë bëri zonja? Zonja kur u përballë me tjatin, nuk kishte zoja ta mbronte dashurinë tonë. Po ajo donte që të takoheshim, të bashkoheshim, por kushti i saj vetëm ishte që fëmijët e mi mos takonin prindërit e mi. Por pse, që kishte këtë kusht pa lidhje me gjyshrit? Ajo kujton gjoja se shkaktarë për ndarjen e tonë ishin prindërit e mi, ku në të vërtet shkaktarë dhe fajtori ishim ne. Se edhe ne kemi fut familjet në konflikte për shkak tonin. Në momentin që ajo të vendosi këtë kusht, ti e pranove? Jo. Atëre i thash, po. Thash ky kusht e papranueshëm për mua, duhet i takoj ata kanë si kanë dhe në nëntate, si kanë gjyshur, kanë dy palgjyshur. I thash se për këtë unë nuk bi dakord. Fol me shpintate dhe është në qoftë se ti don, flasim. Edhe takohemi. Për ndryshe thash ky është kushti që unë është i panegociueshëm. Dhe dia që nuk mund t'i thoja një herë po, pastaj t'ia ndroja jo. I dashur Fation, pasi u divorcove me gruan, me nënën e 3 fëmijëve, pas sa kohësh ndodhi ribashkimi, le të themi ribashkimi jo ligjor, por që ju kishit kontakt me njëri tjetrin. Një vit e gjysmë. Pra, pas një vit e gjysmë,
të divorcit ti u rilidhe me gruan tënde. Dhe çfarë ndodhi? Ajo të vendosi këtë kusht, ti nuk pranove, çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Pastaj ajo shkoi në komisariat e policisë Mirdit dhe bëi një kallëzim penal, sikur unë e kisha kërcënuar, gjëja sikur unë e kisha kërcënuar për një rast që ka ndodhur në Rrëshen, ku ai zotëria, domethënë ish zëndri vrau kunatin edhe ish gruan. Po, e mbaj mend si ngjarje në Rrëshen. Po, ajo shkoi në komisariat dhe denoncoi sikur unë e kam kërcënuar të tillë, e kam përdhunuar, e kam nxjerrë në rrjetet sociale, e kam kështu dhe Komisariati i Policisë Mirdit falsifikoi gjatë përpilimit të raportit të riskut. Komisariati i Policisë Mirdit falsifikoi raportin e riskut. Futi një çift që s'kishte lidhje me mua, e futi tek raporti im, futi plagët e gruas tjetër, i futi tek raporti im. Ajo deklaroi që unë e kam goditur në filan ditë kur unë nuk isha fare në Shqipëri, domethënë i kam krejt sistemi tim tregonte që unë isha jashtë shtetit. Pra u bë një gjë e tillë kaq bukur për t'u arrestuar unë, t'u futur, sepse pa arrestosh ajo mund të vendimin e gjykatës dilte me fëmijët jashtë shtetit. Ish gruaja, nëna e fëmijëve, u rikthye me ju sepse dhe ajo besoj ka pasur një ndjenjë dashurie. Po, normal, patjetër. Sikurse e ke patur dhe ti. Por pse duhet të shkonte ajo deri në komisariat dhe të bënte një denoncim kaq të rëndë për ty? Kam përshtypjen se e detyroi Jati, sepse ndoshta Jati nuk e priste që ajo të më takonte mua, ndoshta ja ka ndaluar dhe nuk besoj se Jati e ka përtypur mirë që ne u takuam edhe kemi qenë dhe bashkë diku. Por sa vjeç është ish partnerja juaj? Tani është 40 vjeçe. Por në ato kohë ka qenë diçka më e vogël, por prapë e rritur. Por pse Lene, babi do marrja e për takuar babain e fëmijëve të saj? Po tash ta njohësh atë dhe me inqizime dhe me provat e fakte çam ka bë mua ajo me shtetin shqiptar, nuk e ke iden. Ta njohësh? Ajo po të dëgjoj, më trego. Tani ndodhi kjo, i thash mos shko me kërku urdhëmbrojtje pa të drejtë, sepse si të kam dhunuar. Komisariati i Policisë Mirdit as nuk më njoftoi që hajde e depuno. E kishin bërë atë raportin e riskut që unë e kam çuar sot në prokurori, jam në gjyq me policët për shpërdorim detyre. Dhe çfarë ndodh? Prokuroria e Lezhës heton për mua. Po. Dhe vendos mos fillim procedim penal, sepse nuk ishte as fakte, as prova për atë që zonja pretendonte. Shumë bukur, ndërsa gjyqtari kriminal Jap Ndoka, i larguar sot nga vetingu, i jep urdhëmbrojtje ish bashkëtestime për një vit, edhe pse s'kishte prova. Dhe aty thot, dyshohet që zotëria përbën rrezik për zonjën. Edhe unë i thash, dhe unë dyshoj që ti je i korruptuar. Si mund ta dënosh një person kur s'ke prova? Si mund t'ja japësh një urdhëmbrojtje të tillë kur s'ke prova? Por ti u le i lirë, vetëm nëna e fëmijëve ish nusi. Vetëm urdhëmbrojtjes, nuk është se u arrestova. Prokurori nuk vendosi. Tani unë atë urdhëmbrojtje e çova në apel në Shkodër, Shkodra la përsëri në vend, sot është në gjykatë lartë dhe do ta çoj deri në Strasburg deri në momentin që unë do të pastroj moralin tim. Se unë këtë betejë kam vazhduar për moral. Tani, ku ndodhi problemi? Pasi prokurori vendosi mos fillim procedim penal për mua, unë ngreta një padi për ish bashkëshortën time dhe për ish vjerrin për dëshmi të rrem para oficerëve policisë gjyqësore. E qartë, e kuptova. Por përpara se të ma tregosh, pikërisht të kallëzim që ke bërë në polici për ish vjerrin dhe ish nusën, që kanë bërë një denoncim, një kallëzim të rrem ndaj teje, se ti nuk pranon që ke dhunuar, e ke përdhunuar, por ajo ka ardhur me dëshirën e saj tek ty, unë dua të pyes, pse ish vjerri nuk të ka dashur si dhëndër? Se ti ata akuzon, ai e ka bërë. Ish vjerri më ka, nuk është se ka dash si dhëndër, po ai ka dash si dhëndër që do më thënë, nga sa kuptoj unë, ai donte që ligji në shtëpinë time ta bënte e bia dhe ai. Më kupton? Më duket e habitshme. E habitshme, po tre herë ka shkuar
se do të ta shpjegoj me një fjali. 3 herë ka shkuar ish bashkëshortja ime në gjykatën e Durrësit për të kërkuar urdhëmbrojtje dhe të 3 herë nuk ja kanë dhënë. Më ka qunë mbi 100 herë në komisariatin e policisë Durrës, kur ishim çift, që Gjoja unë po e dhunoja. Sa ju ishte shtatzën dhe e përdorte Gjoja, pastaj është histori shumë e komplikuar kjo e imja. Por, kur themi që ish vjeri kërkonte të bënte ligjin, si duhet ta kuptoj? Ligjin në shtëpinë tënde. Po ne të bënim si thoshte ai, ne të bënim domethënë të rrinim urt. Në fakt ajo goca vet ishte problematike, disa herë i kam nxjerrë dhe motrën time invalide nga dora, domethënë ka tentuar ta dhunoj. Edhe do të më provokote që ta dhunoj dhe unë, po unë e dija që ku shkoja. Normal, a kupton, nuk isha, unë jam infermier me shkollë të lartë. A kupton, me shku në burg për ça? Ndodhi që para se të ndaheshim, para se ajo të largoj nga shtëpia, e patëm lënë për të marrë vesh, ai vjen, po nuk vjen me personin që duheshim, edhe vjen me persona tjerë dhe unë isha në punë dhe ai bashkë me ishvjeri, bashkë me vllajën e vet dhe djalin e vet, kam dhunuar baban time, kam plagosur baban tim në shtëpinë time. Dhe është bërë kallëzim penal në prokurorinë e rrethit Durrës dhe sot e kësaj dite nga 2019 deri më sot prokuroria e Durrësit nuk ka dhënë asnjë lloj vendimi. Po me babain tënd çfarë kishin? Po sepse tani me babain tim, po tani çfarë kishin ku mu kap, aty u duket vetja qendra e botës. A kupton? Me babain tim çfarë kishin, sepse me babain tim erdhën dhe thanë pse gocën time e keni bokshu, pse e keni rraf, pse ashtu, pse kështu, i thotë zotëri, unë nuk e kam rraf gocën tate, po goca jote nuk mund vije këtu e të sillet si kapoband, as të më dhunoje vajzën, as të më shaje gruan, ndërsa nëse unë i kam incizime të krejt, që ajo shan mua, shan mamën time, kam gjitha, kur të rriten fëmijët do ua tregoj. Dhe ç'a ndodhi domethënë, aty u përleshëm dhe u ashtu, bëra denoncim dhe sot e kësaj dite prokuroria e Durrësit s'ka marrë asnjë lloj vendimi. Tani kalojmë ke kjo. Mbasi më duket që i ati e çoi aty dhe bëri denoncim, bëra kallëzimin penal siç bëra unë për oficerët e policisë, edhe për ishvjerrën dhe për ishbashortën, dhe prokurori nuk pranoi të fillonte procedim penal. E çuan gjykat, gjykata vendosi fillimin e procedimit penal edhe hapjen e hetimeve. Por prokurori Frances Ganaj, që unë e quaj prokuror kriminal, ç'a bën? E çon në apel për të fituar kohë. Pra nuk ka pyet as i bashkëshortën time me thonore, ky zotria nga 5 korrik, që ti ke thënë me 5 korrik ka goditur me grusht. Ky ka qenë në Gjermani, si ka goditur me grusht ty? Në mënyrë automatike ajo është dëshmi e rrem. Plagët, ajo thotë kam plagë në ballë dhe në dorë. Si e shkruan oficeri i policisë gjyqësore, atë po u bëhet plotizmi ligjore, sepse në ballë dhe në dorë nuk është vendi tim, shikohet. Pra, le të themi që ajo u pajis me urdhëmbrojtje për shkak të këtyre plagëve që ajo pretendonte që ja kishe ushtruar ti. Ndërkohë ti këmbul. Jo, nuk e mori urdhëmbrojtjes për shkak se e kam dhe incizimin e gjyqtarit unë. Atë komplet e kam marrë dhe esancën gjyqësore. Fatjon. Pas kësaj lufte kaq të madhe, një betejë me policinë, me gjykata dhe mua vjen keq që jeni prindër të 3 fëmijëve, ajo të ka denoncuar ty, më the 100 herë, ti e ke denoncuar, çfarë ndodhi pas gjithë këtyre denoncimeve? Tani unë edhe pse domethënë mori urdhën e mbrojtjes, ajo pa të drejtë, unë vazhdova betejën time ligjore dhe fut fare pastaj edhe pse kisha urdhën mbrojtje, flisja me policinë dhe unë i takoja fëmijët. Ajo mbante distancën, unë baja distancën, e vinin më afronin fëmijët, rrinin me mua, kishin frikë. Kur ishin me mua, kishin frikë nga ishbashortja, shikonin disa herë, madje kam dhe video ku goca ime thotë që më bërtet mami, më bërtet tata, më thënë kam dhe video, dhe arrita ti shikoja fëmijët, rrinin me mua. Dhe kjo ndodhi, marrë urdhën mbrojtje, zonja nuk e rinovoi më, tente disa herë të më provokonte në Roshen, me qëllim që arrestimin tim flagrans dhe të merrte prapë urdhën mbrojtje. Po.
nuk u bë dhe vin tek çasti krucial. Deri në korrik të 2023-shit, unë e kam njoftuar për shembull njësinë e mbrojtjes fëmijëve të Bashkisë Mjedit e kam njoftuar disa herë që fëmijët e mi dhunohen psikologjikisht. Nga kush? Kanë trohen nga ish-bashortja, por edhe nga ish-vjerri. Si e vërteton ti këtë gjë që nëna ushtron dhunë psikologjike edhe gjyshin ndaj 3 fëmijëve të mitur? Sepse fëmijët e tregonin në video që më vërtet mami, pastaj erdhi koha që kur i takova fëmijët në korrik 2023-shit, më thanë, babi tha nuk duhet vjeri ke shtëpia jonë më. Pse i thash unë, tha na vërtet tata. Thash si vërtet tata? Po vërtet tata po erdhe ke shtëpia, po na takove. Edhe mërzitet mami, tha goca. Edhe unë në atë moment po përjetoj edhe i vështirësi ekonomike këtu jashtë shtetit. Dhe mora vesh, kjo kryesorja urdhi në mbrojtje, zonja e mori me një avokate. Normal që do kishte avokate. Tani zonja ishte e pa punë. Ku i gjente lekët ajo për të pagu avokatën? Dhe me sa arrita të kuptoja unë, lekët e pensionit ushqimor të fëmijëve të mia jo i merrte për të pagu avokate kundër meje. Mirë, këta janë dyshimet e tua, por ja, te nuk e vërtetoj dot, por kuptimin kishte dyshimet e mia. Dhe thash me vet, ore po këta lekët po mi hanë. Fëmijët pastaj nuk më ofruan më. Thash ç'të bëj? Edhe i thash bashkëshortes time, mi sill fëmijët si njerëzit, se unë dua t'i takoj, të rri me to, t'u jap dhurata, t'i takoj me prindrit, ndryshe s'ka lek. S'ka lek mo. Dhe çfarë të tha? Dhe ashtu nuk më dha përgjigje dhe ja ndërpreva. Ca nga vështirësia ekonomike, ca edhe nga stresi që kisha, domethënë se kalova stres më pastaj që kur e pash dhe fëmijët, pak stresin që kisha me shtetin fillim që ma shkaktoi, mu shtu dhe ky stresi. Dhe i thash zonjës, unë thash kam ngel pa punë, kam vështirësi ekonomike aktualisht, unë do të filloj të paguaj parat, po jo gjitha për një herë, do të filloj të paguaj parata pak dhe tjera derisa të plotësoj gjitha. Dhe erdhi koha që unë nga korriku 2023-shit, unë nuk kam takuar më fëmijët, nuk kam shku më me i taku, dhe kam shkuar këtë muajin e fundit, i kam parë domethënë, i kam parë tek shkolla, i kam parë nga larg. Unë nuk mund futesh atë ke shkolla sa ajo shkakton të skandale ke shkolla, pse ka ardhur, ç'a do këtu. Dhe çfarë ndodhi në 7/10/2024, unë shkoj në kopshtin ku ishin 2 djemt, shkoj takoj atë zonjën edukatoren, shkoj takoj dhe i them si sillen fëmijët, po të pyetur për fëmijët. E qartë, si e baba i tyre. Po, mos qarë, zbrita poshtë, në atë moment u ndesha me ish-bashortën time. Dhe ajo më provokoi mua duke domethënë nxoj celularin, gjë që unë do ta shaja, dorso unë hiç bëra si gjë, ngajta duart, shkova në punë time, kalova. Në momentin që unë po dilja nga kopshti, ç'a quhet, nga kopshti, nga ambientet, nga mbrapa më godet me diçka. Me çanta, me çadra, nuk e di, 1-3 herë. Shqyr zotit nuk më plagosi, por unë shkoj direkt bëj por aty kishte edhe një gjë. Sepse kishte kamera. Kamera sigurie, e qartë, kopshti. Po, dhe ishin dhe fëmijët aty. Dhe unë bëra denoncim, atje që i thash për dhunë, tani zunon një grua, zunon një burr, po zunon dhe një grua, se unë se kam për turp, godet femra. Ka rase godet, ç'a ti bësh? Ta godasish, se godet dot. Dhe i bëj denoncim komisarit policisë Mirdit, merrën provat, shkon çështjen prokurori, përsëri prokuroria tjetër Matilda Petamu, nuk edhe deri sot nga tetori deri sot nuk është shprehur do filloj apo s'do filloj procedim penal. Domethënë ndoshta ata kanë një shok, kanë një njeri të fortë atje në Lezhë që ndërhyn prokurori për të shpëtuar zonjën. Sa krime ka bërë zonja me Tjatin, nuk i imagjinon. Unë informacion e kam, po prova nuk kam, kështu që unë nuk i nxjerr dot. I dashur Fation, jo, të flasim kështu thashë theme nuk ka kuptim, nëse nuk e prova. Jo, normal. I dashur Fation, unë dua të pyes, sa kohë u bë që nuk i ke takuar fëmijët? Koha muajin e kaluar mora dhe aparatin fotografik, dhe fëmijët më thonin hik ke shtëpia jote, s'du me taku, hik. Dhe unë e filmova atë çast. Por pse fëmijët kanë ndryshuar? Se ti ke pasur kontakte me fëmijët, pra nëna nuk ti ka penguar. Kanë ndryshuar.
ka ndryshuar sepse zonja kur i thot përmbarusit i thot jo, unë s'jam pengoj fëmijët. Por në anën tjetër, zonja u thot fëmijë mos e takoni babin. E gjen mënyrën vetë, dhe të them diçka tjetër. Unë kur shkova në gjykat, bëra një padi, por ti marr fëmijët me fjetje, 15 ditë në dimër, 15 ditë në verë. Si shta ka vendosur gjykata, e qartë? Jo, mua gjykata ma ka vendosur vetëm një herë në muaj, por desha ti takoja më shpesh. Por gjykata ti ka vendosur takimin një në muaj, për pushimet e verës dhe të dimrit, ti ke të drejtë i marrësh fëmijët në shtëpi. Jo, nuk e hapa padi tjetër unë. Gjykata nuk u shpreh, hapa padi tjetër. Për të përfituar këto. Po? Po, për të përfituar të tjera. Dhe zonja, gjykata vendos promeje, vjen psikologu ka shkruar në një nga fletët që fëmijët e Fationit janë të ushtruar, ndoshta, por dhe mundet nga fenomeni i alienimit prindëror. Alienimi prindëror, kur u futa në Wikipedia, ishte fenomeni lavazhit truri, pra i bëhet lavazh truri. Dhe gjithë të gjë të psikologëve dhe videot ja dërgova njësisë mbrojtjes fëmijëve në Bashkimin e Verdit dhe nuk e kanë vënë ujë në zjarr fare. Dhe për atë do ngrej padi për shpërdorim detyrë të ndaj atyre. Fare. Por si është gjendja e fëmijëve sot, me që ti i ke takuar përpara një muaji? Jo, fëmijët mirë janë, por mua s'mafrohen. Unë dua të takoj fëmijët zonjë edhe të rifillit të vazhdoj pagesat. Zonja thotë s'm ka pagu lek. Po unë po ja paguaj lek, ajo tani gjykata vendosi promeje për t'i marrë me fjetje e tjera. Ç'a bëri zonja? Po. E çoi në apel. Por pse? Ajo do të akmerret me ty në formën më të shëmtuar duke mos lejuar fëmijët të takoj, se nuk e kuptoj pse e ka çuar në apel këtë vendim kur ti je babai biologjik i tyre dhe ke të drejtat e kësaj bote të rish me fëmijët e tu. E çoi në apel pra që unë mos i takoja, mos trija me to, mos i merrja me i taku me prindrit. Pra dhe e çoi në apel. Tani një apeli ju e dini se si është reforma gjyqësore. Duhet me prit një 5 vjeta, 10 vjeta derisa dalë apeli. Fation, por kur ti kishe marrëdhëniet e mira me ish bashorten, që u rilidhet pas një viti e gjysëm divorc, fëmijët kur i takohe, si reagonin ndaj teje në atë kohë? Tani unë marrëdhëniet e mira me bashorten tim, unë si kam pas kurrë të mira, kanë qenë vetëm pak qaste, që kur jam martu deri në momentin e sotshëm, sa ajo është shumë tip problematik. Unë dyshoj si infermier që ajo ka një shërgullim bipolar, po nëse. Po kjo është fatkeqësi. Normal, po tani unë se vërtet e do të vërtetën psikologu, po psikiatër, po si infermier dyshoj këtë gjë. Nëse tani fëmijët në fillim nuk më afroheshin, pastaj filluan të më afroheshin, rrinin me mua, qeshnin, i kam dhe videot, fotografit, u çoja dhurata, i merrnin, i thoja kush jam unë babi. Dhe i kam nxjerrë disa herë për të folur me gjyshin. Babi im për shembull, djalin e madh nuk e ka mbajt kurrë në dorë. Djalin e vogël. Djalin e madh e ka lënë 6 muajsh, ndërsa goca ka qenë 2 vjeçë. E qartë. Vetëm i ka pa fytyrën. Nuk i ka taku ndonjëherë. Edhe ai është gjysh dhe po e zëm unë kam hallin se mund të ma gjejë gjë dhe shkon në dynja pa i takuar fëmijë. Dhe zonja prandaj në hak merr ndaj meje se nuk don që prindët e mi ti takojnë fëmijët. I dashur Fation, më lejo të pyes, si e njohur ti me këtë vajzë në atë kohë që e bëre bashorten tënde? Nëpërmjet internetit, zonja. Odeta, kam i faqe Mirdita unë, dhe aty komentoj, ne fshatrat tonë nuk ishin shumë larg. Unë njohëm, folëm, i çova familjen në shtëpi dhe vendosëm. Fatkeqësisht tani që marr vesh, ne jemi kushëri. Jemi kushëri shumë të afërt. Jemi shumë të afërt. Dhe i kam thënë babës vet, një javë pas u martuam, i thash zotëri, pyet dhe një herë nga familja jote nëse jemi kushëri, mos ta vazhdojmë më tej martesën, ndërpresim këtu dhe mos bëjmë fëmijë. Sepse do na vras gjaku. Jo, tha, unë s'pyes njeri, tha jam kështu edhe, unë vazhdova, kemi 3 fëmijë, shqyqyr Zotit që ata janë mirë, djali i vogël se shkaca frisone, kam dyshu për smundje toke për epilepsi, por shqyqyr Zotit nuk ishte epilepsi, a kupton? Ato janë mirë, por marrëdhënia jonë nuk ka ecur kur mirë. Fation, kur themi jeni kushurinj, ç'a kushurinj, të 2, të 3? Po paktën 3-4 po i herë. E qartë, mirë, jeni
kushuri të tretë, të katërt nuk jeni shumë të afërt, se do ishte fatale nëse do ishit kushurinj të parë të dytë mos njifeshit dhe të martoheshit. I dashur Fation. Ne kemi zakon deri në 7 nuk marrim. Them drejtën. Nuk marrim dhe nuk japim. Kështu e kanë shqiptarët. E qartë, e di këtë gjë. I dashur Fation, por kjo gjë ndodhi. Ju u njohët vet, u dashuruat vet dhe u martuat para sa viteve? Jam martuar në 2015-ën. Në 2015-ën u martove. Mund të më tregosh për jetesën tënde, sa vite qëndrove me nënën e fëmijëve? Unë kam jetuar, po domethënë jam martuar me 26 korrik 2015 dhe që kur në një muaj mbrapa, mbas që mori vesh 7 zanin, ajo ka filluar problemet. Që një muaj mbrapa. Po kur fillon të këto problemet emocionale dhe thonim ne mbase mund të jetë 7 zanë se të tjera. Ajo pretendon jo po më rrifshin, jo ka dash me nxjerr me thik fëmijën, unë e çova në gjyq për shpifje, për cënim imazhi, edhe sot jemi akoma në gjyq në apel për cënim imazhi. Një gjë skuptoj, i dashur Fation, sa qëndruat bashkë të martuar? Po, kemi qëndru, po ne kemi qëndru në korrik. U martove. Jemi ndarë në dhjetor pa vendim gjykate. Se në fillim nuk bëra celebrim me te. Para i thash, jo, s'dua celebrim, du me të provu. Për celebrimi është një letër. Bukur shumë, dhe lindi vajza, imagjino vajza e madhe, vajza ka lindur dhe nuk ka pas atësi, ja kam dhënë atësin mas i farë kohe. Por, pse nuk e bëre celebrimin? Nuk e bëra celebrimin se filloi duke më dhënë disa shenja të tilla, kështu edhe thash, domethënë sa ashtu, nga një javë para, filloi të ashtu thash prit një herë, se me bë celebrimin një herë, ta studioj mirë këtë, thash, celebrim nuk ka. Celebrimin do ta bëj, thash, kur kemi bindur për njëri tjetrin. Kaq. Thash ajo një cop letër është, e bëjmë, thash, po s'është ndonjë problem. Por ti u martove në korrik të 2015-s dhe u ndave në dhjetor të 2015-s, ajo iku nga shtëpia juaj. Po pra, sepse ajo iku kërkoi urdhër mbrojtje, shkën gjykat, nuk e mori. U bashkuan prap. I qova një njeri unë dhe u bashkuan përsëri rreth janari, nga fundi janari 2016-s u bashkuan prap. Ai ishte 7 zënë ndërkohë, e vajzën. Dhe unë dola 2 herë në shtëpi me qera me ish bashkëshortën time, se thash nuk e do vjerrin tjerën, s'ka problem, po jetojmë veti me qera. E njëjta gjë. Po kur themi e njëjta gjë, kush ishte sjellja e saj që ty nuk të bënte të ndihesh e mirë? Agresive, thoshte mos shkoke prindrit, më provokonte disa herë me i gjujt. Më ka pru polici në dy ashtu, kam dalë 2 herë ke fundit, u kam qenë në shtëpi me qerat e ke fundit, më ka sjell policin dhe kam shkuar në polici me thirrin, a kupton, kam net aty, them drejtën, kur kam shku në shtëpi, kam thënë me vete, am tërprej dhe herën e dytë, se më thote policia, qa burri je ti, kur dhunon gruaja. I thash, po ta dhunoj unë, a bimburg? Po thash unë se dhunoj. Thash ajo më gju, që të bëjmë, ajo është atë zëndë, si të gju, jem të rezi, thashti? Ajo të dhunon të gjuante ty për shkak të nervave që kishte? Po, edhe më provokonte, pse ke shku ke baba, pse ke shku kështu, a kuptan? Unë ruesha, kemi bërë, ajo nuk, po ti ngjosh incizimet. Fation, por ajo që s'kuptoi unë është që ti që 5 muajt e parë të martesës tënde e kuptove që nuk ishte gruaja ideale. Ti e mbajte, solle një jetë dhe 2 fëmijë të tjerë, u bët prindër të 3 fëmijëve. Përse e vazhdove një martesë kur nuk funksiononte? Atëherë ta them unë. Unë domethënë ashtu u bashkuam dhe në mars të vitit 2016 unë largohem nga banesa, i them policisë Durrësit hajde, më ndihmoni sepse unë dua tiki nga banesa, po unë nuk shkoj vetëm sepse thash, po shkoj aty ajo do thotë jam rrau, jam gjujt, jam vrau edhe unë nuk kam terezime pas probleme. Mora policin, u largova nga banesa. Po pse s'kërkoje divorcin? Pse s'kërkoje divorcin? Sepse s'kishin celebrim. Ti nuk e pasu celebrim. Atëherë shumë mirë, pse nuk u largove dhe t'jepje fund kësaj gjëje? Tani u largova dhe në 2017 edhe unë mora vesh që ish bashkëshortja ime duke qenë se ishte pa celebrim dhe domethënë me fëmijë jashtë martese, kishte shkuar në një qendër murgeshësh në Talet Lezhës
Dhe unë thash, o bobo, do të ma leje fëmijën për adoptim, vajzën. Unë se kam pa, unë fotografinë 3 muajshe të vajzës time më ka sjell një mjeke që e kishte vizituar, më tha që fëmija vuan nga rakiti, nga smunja rakitit, na kupton? Dhe ishte në aty, dhe thash, o bobo, thash, do të ma japi për adoptim. Dhe qa bëj unë, gjej njerëzit o burra, i shkoj në shtëpi, i them, bashkohemi dhe i herë, i jap, atë t'i lëm të gjëra, po, i jap atësin fëmijës, bëjmë celebrimin, i jap atësin fëmijës, pa u bindur mirë, nuk du të bëja fëmijë. Ky është gabimi im që unë bërë dhe 2 fëmijë tjerë me te. Por e doja. Dhe na lindi djali. Tani që lindi djali, thash, me 2 fëmijë, besoj se këto gjëra të budalliqi i gjësirë do mbyllen. A kupton? Kishte probleme emocionale, a kupton, ulje ngritje, tash do mbyllen. Por nuk ishte ashtu. Sepse kur më lindi djali, se janë shumë faktorë, është familja vetë, ish Baxhanaku, a kupton se ish Baxhanaku e ka marrë, ish bashortën time e ka qenë komisariat për të marrë urdhën mbrojtje, edhe i thash atij ç'punë ke, edhe i thash me që ti ke ecur për keq për mua, i thash nuk mos më hajde në shtëpi. Ai më vjen kur më din djali kur më din djali në maternitet në Durrësit, babi im si burrat i jep dorën, i thot mirë se erdhe se u bëra gjysh, ai na provokon Kastile sepse mua më kishin dalë ndërkohë letra në Gjermani dhe më duket ta donin që unë mos shkoja në Gjermani, mos vija në Gjermani, po ta arrestohesha. Domethënë, më mirë në burg se sa në Gjermani. O, Fatjon, i dashur Fatjon, një baba që e shikon që dhëndri nuk është ideali për vajzën e vet, e merr vajzën në shtëpi. Nuk ka pse e lër tek dhëndri dhe të mendoj të fusi dhëndrin në burg. Nuk ishte nga ato burr. Ai donte të bënte ligjin ke shtëpia ime, po gocën se merrte do të me vet ai se thoshte s'ka shans me malshu vajzën ti e tjera, kupton. Se është dhe mentaliteti. E qartë. Ju sa vite qëndruat bashkë kështu në total të ndarë dhe të bashkuar? Paka shumë 4 vjet. 4 vite. Por çfarë ndodhi që u ndat përfundimisht pas 4 viteve? U plagos baba im nga ata. Edhe kur shkova në shtëpi, sa kemi arë mu sqaru, s'ke nevojë mu sqaru, jeni sqaru, thash, a jeni gjakosur. Qa sqarimi do një, ju dini për jashta. E nxora jashtë, hikën në mars, ajo shke bëj denoncim në polici për urdhën mbrojtje, ndaj meje dhe nuk e mori, bëj denoncim ndaj babës tim për urdhën mbrojtje dhe prapë se mori, se donte t'i hiqte licencën e policisë private babës tim, dhe iku dhe ca muaj ndetëm kështu. Ndërkohë ajo pas qenë përsëri shtatzën dhe unë i thash, nduket se je shtatzën, hajde shkim ti mjeku. Ajo nuk donte, një herë thoshte po, një herë thoshte jo, dhe hiku ajo, imagjino ka marrë 2 fëmijë në krah e 1 fëmijë në bark. Kur ka ikur nga shtëpia jote? Po. I thash unë, thash, a e solle babën tat? Atë thash më se sjell babën tat për mu plagos, të thash pse se solle, pse s'm ke thonë mua, thash që do vinte baba jot sot. Pse s'm the, thash unë si kisha ndjenjë unë isha në punë, se kisha qenë shtëpi si kisha lënë më ozon. Jo, po kështu e pashtu. Edhe i thash tani në shtator 2019-s ç'a bëj unë që ta mbyll, në shtator 2019-s unë shkoj me gjithë njeriu tim ku mbaren e fëmijëve dhe i them atyre, e lëm si e lëm, vajzët do të rria këtu, unë jam në Gjermani, do t'i sjell 200 euro çdo muaj vajzës tate me numër llogarie, ti bëj letër ta marr në Gjermani. Ram dakord, ditën tjetër, mas një 2-3 ditë më thanë, jo duam 500 euro, jo po i duam 3 muaj për një herë, i filluan të bërtite, të kërcite, bërtiste kjo e i thash po akoma nuk i keni thirrë mendjes ju, akoma jeni këtu, i thash atij zotërisë, po merr na vesh më. Tash unë kur kam luftë në Shqipëri, me bë luftë në Gjermani, edhe bëra padin penale, bëra padin civile, në shtator e kuptova, i thash, akoma si keni thirrë mendjes ju me këto budalliqe, me këto gjësira, jo, dhe thash, unë dava, në tetor bëra padin, u dha vendimi deri ashtu në janar, po I dashur Fatjon, nëse do ta kishe nënën e fëmijëve, ish gruan tënde, përballë, siç më ke mua, çfarë do i thoshe sot? Pas gjithë kësaj historie, vetëm me denoncime që nuk e di se sa është numri denoncimeve, nuk e di se sa është numri denoncimeve nga ana jote dhe nga ana e saj në total për 4 vite martesë. Ajo ska
me mo, po, unë I kam këthy kundër pa di që ka bërë dhe ajo mund të ketë një 5-6 tani. Çfarë do I thosh? Dhe do të ketë dhe një tjetër në qëfëse. Unë çfarë do I thoja? Do I thoja që ne jemi prindër të 3 fëmijëve, ka ndodhur çfarë ka ndodhur, unë dhe ti nuk mund të jemi më kurrë bashkëshort, por ama, ja kam thënë te dhe herë tjera, por mund të jemi prindër të përgjithshëm të 3 fëmijëve. Kemi 3 fëmijë si drita, unë kërkoj të bashkëpunim bashkë, që të rrisim fëmijët, paguaj pensioni ushqimor, t'i sjell, t'u sjell dhuratat, t'i marr me fjetje, t'i marr takim prindit e mi, dhe t'jemi prindër, s'po them ideal, po të pakën t'jemi prindër normal të atyre 3 fëmijëve. Unë dhe ajo nuk kemi shans, ndoshta ajo pranë po e përgjë gjëse ndoshta do mu bashku me mua, po unë nuk dua të bashkohem me atë njeri, dua thjesht të takoj fëmijët e mi, paguaj parat dhe t'jemi babai I përgjithshëm dhe I ndërgjegjshëm për ata fëmijë. Dhe ajo këtë duam. Dashu Fation, unë të uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu dhe uroj që ish bashkëshortja, nëna e fëmijëve, të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj që ti je babai dhe ata fëmijë ka nevojë edhe për babain, jo vetëm për nanën. Kështu që të uroj më të mirat në Gjermani aktualisht, ë? Po fatkeqësisht unë e di unë do t'ja dërgoj personin, unë e di që e do thotë jo, se e njoh. Urojmë të ndërgjegjësohet. Je në Gjermani dhe punon infermier aty. Po, tani e kam ndryshuar punën, po kam qenë shumë stres nga kjo që më ka ndodhur gjithë to, kuptoj shqyqy që e kam marrë veten se disa herë pse kam vesh as veten. Njeriu kalon në jetë momente të vështira siç po kalon dhe ti, por kjo s'do thotë dorëzohemi. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe nëse do kem dhe unë ndonjë reagim nga ish nusja, unë do të telefonoj dhe do ju njoftoj për gjithçka. Mirë të dashur miq, që dëgjuam historinë e Fation Becit, ne urojmë dhe shpresojmë që ai të takohet sa më shpejt me fëmijët e tij dhe urojmë që ish gruaja të ndërgjegjësohet dhe mos t'i pengojë fëmijët e mitur të takojnë babain e tyre. Nëse ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, ku zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 ose të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit që më ndoqët deri takohemi nesër.